Gjese. Mirë mëngjes. Faleminderit. Mirë mëngjes ju edhe musafirit që keni ato. Respekt. Në fakt jemi bashkë me kolegun tim Enis Reqica, nuk kemi të ftuar mysafir, jeni vetëm ju. Na tregoni se çfarë është duke ndodhur edhe këtë vit. Çfarë po do të ndodh, çfarë përgjigje keni marrë ju nga Ministria e Mbrojtjes? Randi nga Ministria e Mbrojtjes se kemi marrë një flet, besoj një thirrje, jo ftesë. Besoj keni padje në portale që ditën që ka qarkullu. Ne kemi bu publike për njerë. Dhe ata neve nuk në kanë ftu në këshill organizativ, se po gënjen Ministria e Mbrojtjes edhe, apo kusht që tjenë aty që në kanë qenë një letër. Fat bashkësi se s'ka anë, s'ka kur që të vesh është një letër me 4 rreshta kanë qu, edhe një parformë, një par udhëzimi, gjoja se ne jemi të tyru me shku në këshill organizativ të ata. Ata të të bu ftesë, që kanë bu çdo vit e ftesë, kanë qu ftesë, i kanë ftu organizatët të dalë nga lufta në këshill organizativ dhe ne jemi shku gjithmonë. Po ne që 3 vitet e fundit nuk kemi marrë pjesë, tu e ditë arsyet pse aja ne nuk po mund shkojmë atë qeverit, bashkëpunojmë me to se nuk po mund gjurë për bashkë. Ne jemi të gatshëm të ulëm në tavolinë të bisedojmë, ata nuk po dojnë me ulë me ne në tavolinë dhe kjo është arsye pse ne nuk i shkojmë në këshill organizativ. Ne si jemi kundër se ka shumë thosë thënë në për portale të shkruar për rrjetet sociale, jo. Kush më shumë se ne nuk e dën lirinë, se ne kemi jepur atë lirinë. Ne kemi unë gjëllyrë trupit, kemi shok të vram, kemi vllazë të vram, kemi motrat tona të vrame, kështu që epopeja që kësë gjithë qytetarëve të Kosovës dhe gjithë pjesëtarëve të ushisit dhe ne kemi bu këshillin tonë organizativ. Po pikrisht për kontributin që keni dhënë, a nuk keni pas mundësi të gjeni gjuhë të përbashkët me qeverinë e Kosovës që të merrni pjesë dhe të jeni edhe ju pjesëmarrës në këto ditë kaq të rëndësishme për Kosovën? Jo, ne jemi të gatshëm, thashë në fillim, ne jemi të gatshëm më ullë, me gjithë gjurë për nuk po dënë, po s'donë kryeministri, i zoti shtëpisë, po s'donë i zoti shtëpisë me moshku me më rvesh, atë s'ka më ullë, ai nuk po dënë më ullë me neve në tavolinë. Një parforma e neve sa ka pranuar tavolinë, nuk kam po kërkesë më herët, ka që një vit, ja kom çuar një letër s'ma ka kthy as përgjigje, se s'u kthy përgjigje, po as përgjigje s'u ka kthy fare hiç. Pse kryeministri i Kosovës? Pse po ndodh kjo? Pse s'po ju kthen përgjigje? Ja, ato të këtë pyetje më drejtuar Albin Kurti pse po ndodh kjo, na nuk e dim. Na nuk dim pse po ndodh kjo, duhet me drejtuar Albin Kurti pse po ndodh kjo, si shoqatat e luftës Albin Kurti nuk kupton kur në tavolina e dyta ai njeri që 5 vite s'ka ardhur në organizatë të me kur as për një festë. Gjithë kanë ardhur ai njeri s'ka kur. A e keni ftu në për festa? Fal, kur vjen me të harru dikush në ditën e Bajramit apo Krishtinit apo dikush ftohet po vjen të harron. Apo ditën kur vjen të harron ditën. Veçse se organizon ditën duhet me thirr. Na nuk ke pas nevojë me thirr, sa është i zoti shtëpisë, ministri i qeverisë Kosovës, ai duhet marrë ka organizata vetëramësh të gjithë qytetarëve dhe gjitha institucionet e Kosovës kush do marrë me na vizitu, edhe me kujt hallet ai s'ka ardhish. Po për zotrin Guçati, as një gocë urna. Këtu në vendimin e 20 shkurtit, thuhet në pikën 1.8 përfaqësues nga organizatat e dala nga lufta e UÇK-s janë antar. Pse po thoni nuk jeni të ftuar kur këtu është pika për që ju përfaqëson juve? Ai ka marrë vendim, është e vërtet me mbledhje të qeverisë se ka bërë këshill organizativ, shumë e vërtet. Po s'ka çu ftesë me thirr. S'ka çu ftesë, ai ka bërë vendim, ka marrë vendim. Sigurisht që ka vendimin e ku bërë këshill organizativ tash, e unë ku dërgoj ftesën gjithë dia, ku dërgoj gjithë anëtarët e KSI-s që kanë marrë pjesë në këshill organizativ që kanë bërë, ku çu ftesë. Agim Çekit, Ali Ahmetit, Rama Ramës, gjithë ku çu ftesë, gjithë më kanë përgjigj pozitivisht. Ky s'ka çu ftesë njerëz, ky që ka bërë vendim. Ka marrë vendim qeverisë, lutem. Nuk ka su këna vendimi si me ta çu ftesë me të ftu, me marrë në organizim me ta kallëzu rendin e ditës sa kemi punu. Ndërkaq kjo ftesa e Ministrisë së Mbrojtjes nuk po ju përshtatet mjaftueshme ose pse s'po e pranoni si të tillë si ftesë? S'po pranoj për arsye se unë jam më fëmijë. As fëmijë vogël që mund shpëton hajde këtu se çika çorë të marr. A ke lexoj paragrafin. Kemi lexuar, keni publikuar edhe jo. Po, ani ka mund si me lexu për me po ti vet. Ai thotë fëmijë son çashtu, ai thotë fëmijë son çka ka bëu ato. Po ja po e lexoj. Në emailën e ministrisë drejtuar juve shkruan kështu: të nderuar, shpresojmë që jeni mirë dhe punët po ju ecin mirë. Në emër të ministrit maqedonsi me qëllim të bashkëndimit të aktivitetit me rastin e epopesë së UÇK-s, ftoheni në një takim të grupit punues nesër pra 24 shkurt për sot në ora 13. Takimi do të mbahet në Ministrinë e Mbrojtjes salla 08. Pjesëmarrja në takim është e domosdoshme, është e nënvizueshme. Shumë i tash në ftesën s'kam me ta kallëzu që mbaruan ftesën, nuk besoj se ti e di ç'u bën ftesa. Po, absolut. Nuk bën ftesën këtë mënyrë, nuk thirrë këtë mënyrë si ka pata ime më thirr mua, edhe më majn punu me thon vjen këtu në ora 13 salla numër 10 në takim. Lutem,
gjithmonë kur mojmë në takime se ne bëjmë një rand ditë, që më rand ditë se çojmë ftesën të tregojmë çka kena me diskutu. Ky zot njerëz ka çu kurrësh. Qytet mos mundoni ta, unë di se nëse mendoni ta mbrojnë ato, unë kam kolegë luftës së ministrin. E një shumë mirë një. Po. Jo, na s'po mbrojmë kërkon veç po çto na po mundomi të sqarojmë sa më shihet mjaft të pranueshme kjo. Kjo email. Ai ftesë nuk e ka bëu çu më ftesa zyrtare, çu bën gjitha ftesat. Ky na ka injoruar neve total. Ignorancë kjo. Kjo është ignorancë e tina, pikërisht që ky ministri dhe vetë Ministrisë së Mbrojtjes. Mirë, juve kjo ftesa emaila ju ka ardhur dje në ora 10:37 minuta, ndërkaq palëve tjera, a keni informacion kur ju ka dërguar ftesa për shembull zotit Lushtaku ose ministrit Andin Hoti ose Saranda Bugujevcit ose antarët të tjerë? Me thonë sinqerisht, jo nuk e di, se du t'jemi sinqert, nuk e di kur ai ka dërguar ftesa aty. Ose është ftesë e ngjashme, është ftesë e ngjashme edhe për palëve tjera? Jo, nuk e di. Nuk e di se sem kontakt me ta, tash du të bëhemi sinqert, edhe para juve edhe para qytetarëve. Nuk e di se nuk e di a ka çu ftesa. A më veç pak, zotri Lushtaku, zotri Gucati, këtu tek emaila, që kjo email i pas ka shkut njëjtve, emaila e ngjashme është për gjitha palët. Këtu po thot Andin Hotit, Sami Lushtakut, Saranda Ademi dhe 5 të tjerëve. Do thot ju ka dërguar që të gjithëve, njëjti shkrim, njëjta përmbajtje. Do thot nuk ju ka drejtuar vetëm juve me këtë email. Më falë, unë s'tas më ka drejtuar vetëm neve, po edhe Shukidia ju ka çuar aty në jo. Po tash a me dal edhe zotri ministri, zotri Hoti, sekretari zotri Lushtaku me thonë që na nuk marrëm pjesë pse emaila është jo përmbajtësore siç apo diun. Ai është problemi i tyre, e njëjta email ju ka dërguar që të gjitha palëve. Kënë rregull, pa e të me ty, po ai është problemi i tyre, a dalin a zalin ata, a dojnë a s'dojnë ata është problemi i tyre. Ky është problemi na që ky na ka injoruar total. Jo vetëm këtë vit, po vitin e kalim njëjtin stil e ka bo, na ka injoruar. Po pse ignorancë? Do të thotë, në ora 10:37, sipas këtij emaili, sepse këtu te emaila që bëhen kujt ju ka dërguar, bëhen ashtu. Se na njëm. Ti e di më çu bën ftesat, ata shajgorin do bëa, mos e zgato më shumë. Ftesa di çu bëa. Po dhe mos bënë gore. Mirë. Asim sot se po them se ato në për vitin 2002 që bënen këtu në këto diskusione. Jo. Qartë, Gucati. Mi punën na dim që edhe kena më pjesë këshillit organizativ edhe tona qeveritë e kalume, edhe në qeverinë e Porku ka qenë kryeministër Albin Kurti, ne kemi punuar në ato ka qenë zëvendës kryeministër tash 2020. Edhe atë kemi marrë pjesë, pse ne atë na ka çu ftesat, kanë ditë me çu ftesat, tamam mirë zyrtarë që duhet me të shtu. Në 2020. Qartë, Gucati. Si rrjedhoju pak para Covidit ka qenë pak para Covidit, s'ka bëj pse atër ka ditë me në quftesat në 2020 shumë mirë, tash s'pëdimi quftesat. Kjo është ignorancë e tina, ki kiri ministri dhe kësoj ministri dhe kënë ministra krejt. Kjo është ignorancë, kjo nuk donë me shëqatat, kjo shëqatat i ka alergji. Luftë e në shqishim do të të se ka alergji në trup. Mirë, Gucati. Me gjitha të ju do të vazhdoni të mereni me organizime dhe aktivitetet të tjera për kujtimore, apo jo? Po është e vërdet, ne kemi bukshidin, nesër kemi edhe një mbledhje do të mbajmë, edhe do të jetojmë gjithë kryetarët e degëve, ne kemi bukshidin tonë. Nuk do të thotë se ju këshill paralel, mos vjerë kjo këshill paralel, po ne si organizata kemi të drejtë. Të merrem aktivitetet, do të vendosim lula dhe amazha në sheshin Skënderaj, do të vendosim lula në memorialin e Sharave në Prekaz, në Morin dhe në gjitha memorialet në Kosovë në orën e 1 do të vendosim kryetarët e degëve, do të bëjnë amazhe të dëshmorët e vendit, të gjithë veteranët invalidë dhe familjet e dëshmorëve. Se me datën 7 mars, kemi vendosur në ora 18, bëhet nota zjarre në 7 zonat operative të jetë kallën zjarret, siç është traditë e popesë së QK-s. Mirë, faleminderit shumë, suksese gjatë këtyre ditëve dhe urojmë që të mos raportojmë për problemet tilla. Jo, se besoj që është problem madh, këna ashtu shtu kemi pozicion organizim, kështu që faleminderit juve, respekt, dhe një herë epopeja thash është të gjithë qytetarët e Kosovës, është të gjithë aty që kanë njoftuar, gjithë kemi të drejtë. Ata nuk kanë dorë bashkëpunim me ne kemi lutë, s'është hera por. Ti një të binë në vitin e kaluar me kuqur një letër, e kumë kërku më unë të avëllin s'ka dorës, asë përgjishës u më këtu Albini, të ja dokumentoj me protokoll me krejt, a nuk po të në tash një me zosë muna me shku atina në shpe, por s'do një njeri një smujmë, shu që fanë shumë respekt. Faleminderit shumë. Po përshëndesim Gucatin dhe gjithashtu Anisin.